Bashkia e Fierit ka nisur punën për riparimin e argjinaturës së Vjosës të shkaktuara nga vërshimi i lumit gjatë përmbytjeve të janarit. Projekti synon jo vetëm riparimin e çarjeve të argjinaturës, por edhe ngritje të nivelit nga 10 cm deri në 45 cm për degën e Martinës dhe nga 10 cm deri në 1 metër për bankinën e kolektorit të Klosës. Imoza Duka, inxhinieri e bordit të kollimit në Bashkinë e Fierit, sqaron se investimi synon ta bëjë argjinaturën më rezistente ndaj vërshimeve të ujrave të Vjosës. Po, është riparimi i gryerjeve, do me thënë ato zgabrat e mëdha që janë krijuar nga ronja, që shkojnë nga gjerësia deri në 2,5 metra dhe thellësia mund të shkojë, sidomos te kolektori Klosës, në të cilën te kolektori Klosës ajo është bankinë e kolektorit, po ndërkohë është rrugë që e përdorin fshatarët. Është rrugë e mirëfillt që ka qenë me zhavore. Dhe rënja nga ana e fushës shkon në disa vende edhe deri në 3 metër. Kështu që këtu gryerjet janë shumë më të mëdha se sa tek argjinatura e degës Martinës. Dhe këtë konsiston që të riparojnë ato gryerjet janë bërë dhe sipas kvotave që ne parashikojmë të bëhet mbikëritje në gjithgjatësi. Nga vërshimet e janarit u dëmtua bankina e kanalit Vaditës, e quajtur dega e Martinës, që shërben edhe si argjinatur. Megjithse niveli i Vjosës kaloi në shifra rekord për 40 vitet e fundit, argjinatura e Vjosës i rezistoi vërshimeve duke shmangur përmbytjet masive të zonës bregdetare, si ato që ndodhen në vitet 2013-2017. Janë bërë investime nga bashkia për ngritjen e argjinaturës në segmente të ndryshme, që fillojnë, është bërë zona e Ferrasit vitin e kaluar, dhe deri tani janë bërë afërsisht 4.400 metër linear argjinatur që janë për me investime dhe është krijuar mbi ngritje. Dhe kjo për shembull ka bërë që të mos kemi përmbytje që ishin në 2017. Pavarësisht se prurjet ishin edhe më të mëdha. Pavarësisht, bile te zona e Ferrasit dhe te zona tjetër mbi Çerven, në Kafaraj, investimi që kemi bërë ne me fondet të qeverisë, kuptohet, kuota e bankinës e argjinaturës nuk u kap nga lumi. Do me thonë, i rezistoi. Ndërhyrje për rehabilitimin e argjinaturës së Vjosës përfshin në total 4.400 metra argjinaturë, ndërsa gjatë 2 viteve të fundit është ngritur dhe riparuar argjinatura në 4.400 metra të tjerë.